E para çështje që duhet të kemi parasysh vëllezër të ndershëm, se pastrimi i organit gjenital është obligativ, me ujë apo me gur apo diçka e ngjajshme me ta. Pra kjo është obligohet për shkak se transmeton Ebu Hurajra me një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot unë jam për ju sikurse prindi juaj për fëmijët e tij. Pra prindi çfarë mëson fëmijën e vet? Çfarë mëson prindi e vladin e vet? E mëson më të mirë. Pra pejgamberi Allahu në këtë hadith që transmeton Ebu Hurajra thot, unë për ju, para prometin e tij ishte pejgamberi Allahut në kategorinë depozitën e prindit për fëmijët. Ta për këtë arsye nëse njëri nga ju veçohet, pra shkon për të kryer nevojën, le të ketë kujdes që mos të kthehet me fytyrë, me gjoks nga kibla. Dhe mos të kthehet me shpinë dhe korris nga kibla, dhe mos të pastrohet, mos të merr taharet me dorën e gjatë, dhe na ka mësu gjithashtu që pejgamberi Allahut i urnonte që mos të bëjmë pastrimin me më pak se 3 gur, dhe pejgamberi Allahut do të na ka ndaluar që ti përdormi bajgat, jashtësiqet e kafshëve dhe kockat që ti përdormi për pastrim për taharet. Pejgamberi Allahut është lutë se bajgat jashtësiqet e kafshëve të shndrohen në ushqim të vëllezërve tanë gjin. A me transmetim, do se bajgat janë ushqim i kafshëve të gjin. Për këtë arsye, nuk lejohet që këto të përdoren për pastrim. Po ka thonë nga ky hadith i pejgamberit Allahut kuptojmë diçka edhe më gjë. Cëllën e kuptojmë? Çdo sen që është ushqim, çdo sen që është ushqim, çdo sen që me vlerë, çdo sen që është e shenjtë, nuk ban që me ta të morë taharet. Ndërsa, a lejohet që në vend të gurë të përdorë, pra letra higjienike, lejohet. Për shkak se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë gurt, ndërsa kohën bashkëkohore, më e preferuar s'ka dyshim se është uji. Po nëse përdoren të dyjet, ban, edhe pse nuk transmetohet, se pejgamberi Allahut i ka përdorur gurt dhe ujë. Po pejgamberi Allahut si duket, kur ka pas ujë, ka përdorur ujë për taharet. Nëse ka mungu ujë, i ka përdorur gurt. Dhe kjo është lehtësim për këtë umet. Pra nëse ne vajmë, shkojmë në një vend që s'kan ta në tualet, nuk ka me morë taharet, mund të pashtrosh me fasuleza apo letra higjienike dhe nuk ka problem, vetëm duhesh të kujdesesh që jetë pastërtia maksimal për shkak se kjo është obligativ. Që ne me këta e përfillimi urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu dhe i shpëtojnë kërcënimeve që kanë ardhur në hadithet pejgamberit Allahut. Cilat janë kërcënimet që kanë ardhur në hadithet pejgamberit Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë keni kujdes kur të merrni taharet, pastronu mirë, nga se ndëshkimi më i madh i banorëve të varrethëve është nga mos përfilja apo mos pastrimi i organeve gjenitale, pra mos pastrimi, mos morja të taharetit në mënyrën duhur.